Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të zhvillojnë të shtunën bisedime direkte për një marrëveshje të mundshme bërthamore, ka deklaruar presidenti amerikan Donald Trump. Takimi është konfirmuar dhe nga ministri i jashtëm iranian, i cili ka thënë se bisedimet do të ishin indirekte, por mund të përbënin sa një shans, aq edhe një test. Trump, që në mënyrë të njëanshme tërhoqi vendin e tij nga marrëveshja e mëparshme me Iranin, gjatë presidencës së parë, tha se bisedimet do të jenë të një niveli shumë të lartë, por paralajmëroi se për Iranin do të jetë një ditë shumë e keqe nëse nuk arrihet një marrëveshje. Muajin e kaluar presidenti amerikan ngriti mundësinë e aksioneve ushtarake ndaj Iranit, pasi lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei refuzoi publikisht ofertën për bisedime direkte. Trump foli për bisedimet pas një takimi të zhvilluar në Shtëpinë e Bardhë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili edhe më herët ka ngritur mundësinë që Irani të sulmohet me qëllim që të mos pajiset me armë bërthamore. Kemi një takim shumë të rëndësishëm të shtunën dhe jemi gati të bëjmë marrëveshje me ta. Nëse ajo arrihet, do të jetë shumë mirë, tha Trump, duke paralajmëruar se për Republikën Islamike do të jetë një rrezik i madh nëse bisedimet dështojnë.